njoftimet për të zbardhur rrethanat e rastit. Ajo që duhej të ishte një drekë e zakonshme u kthye në një alarm shëndetësor. Rreth 70 persona dyshohet se janë helmuar pasi kanë konsumuar ushqim në një lokal fast food në Prishtinë, duke përfunduar për trajtim në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Derisa rasti ka ngritur shqetësime për sigurinë ushqimore, nga qendra klinike universitare të Kosovës kanë bërtëditur përmes një njoftimi zyrtar se prej 70 pacientëve, 22 prej tyre janë të hospitalizuar. Sipas tyre, stafi mjekësor ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për trajtimin dhe monitorimin e gjendjes së të prekurve. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njofton opinionin publik se duke filluar nga dita e premte, më 10/7/2026, në klinikë kanë filluar të paraqiten pacientë me simptoma të dyshuara të helmimit nga ushqimi. Pacientët kanë kërkuar ndihmë mjekësore me ankesa si ethe, temperaturë, dhimbje barku, të vjella dhe diare. Sipas anamnezës së marrë, simptomat janë shfaqur disa orë pas konsumimit të ushqimit. Nga data 10/7/2026 deri më 13/7/2026, në klinikën infektive ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 70 pacientë. Prej tyre 22 pacientë janë hospitalizuar për trajtim të mëtejshëm. Të helmuarit janë nga mosha 18 deri në 30 vjeç, për të cilën tashmë Inspektorati Shëndetësor me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës në koordinim me sistemin e mbikëqyrjes së sëmundjeve ngjitse janë duke funksionuar me procedurat në fuqi për të parë edhe rezultatin e analizave. Megjithatë, familjarë të pacientëve të cilët kanë folur për Kanal 10 pa u identifikuar para kamerës kanë shprehur pakënaqësi rreth trajtimit mjekësor. Nga ky rast, 22 persona tashmë janë të hospitalizuar në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës. Megjithatë, prapa kamerës, familjarët e pacientëve të hospitalizuar kanë thënë se po duhet të qëndrojnë me ndërrime në këtë klinikë për shkak të mungesës së stafit. Ndërsa njohësi i konsumit të ushqimeve, Selatin Kaçaniku, ka potencuar se raste të tilla po përsëriten, si pasojë e mungesës së kujdesit në trajtimin dhe ruajtjen e ushqimit nga bizneset. Sipas tij, incidentet e ngjashme janë regjistruar edhe më herët. Çdo gjë që del në treg, qoftë në trajtën e marketit, qoftë në trajtën e gastronomisë, duhet të jetë 100% e garantuar. Dhe nëse kjo ndodh, përgjegjësia nuk është vetëm e aty paratyshme, po duhet të hulumtohet edhe më gjerë. Pas këtyre rasteve, mua më habit qetësia e njerëzve që janë të paguar, të akredituar për të mbrojtur qytetarën konsumator, qofshin ata në OVK, qofshin ata në Inspektoratin e Tregut. Kanal 10 ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga lokali ku dyshohet se janë helmuar disa persona, por përgjegjësit e tij nuk kanë pranuar të japin ndonjë koment. Ndërkohë, policia e Kosovës ka konfirmuar se është duke trajtuar rastin dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e dyshimeve për helmim. Pas muajsh bllokade politike, sinjalet e para për një afrim